mëngjesin e hershëm të 5 marsit të vitit 1998, forcat jugoslave rrethuan kullat e jasharajve dhe ky përbënte rrethimin e tretë pas rrethimit të 30 dhjetorit të 1991 dhe rrethimit të 22 janarit të 1998. Për të 3 ditë të rresht, një forcë shtetërore jugoslave tentoi ta zhduk gjithçka që ishte mbi dhe, përfshirë kullat, përfshirë objektet dhe përfshirë njerëzit që ishin aty. Por ajo që tentoi të ishte një shfarosje, rezultoi të shndrohej në një ngjarje heroike e historike për mbar kombin shqiptar. 59 antarët e flium të familjes Jashari rezistuan deri në frymën e fundit për t'i dhënë jetë gjithë rezistencës kombëtare për liri e pavarësi. Në mesin e 59 antarëve të rënë për të ngjallur me njëherë historikisht dhe figurativisht ishin Hamit e Sala Jashari, biri i tyre po ashtu pjesëmarrës në betejat paraprake, Musa Jashari, ndërsa sot Sala Jashari, mbesa e heroinës Sala Jashari, po ashtu pra gjyshës që sot ja përtrin emrin, është e ftuar në Shteg me Dibranin për me diskutu rreth barrës përgjegjësisë që e mban emri dhe mbiemri i saj dhe shumë çështjeve të tjera që do i shtjellojmë sot. Sal shumë i nderuar që je sot në Shteg me Dibranin, edhe po shpresoj që diskutimi i sotshëm ka me prodhu një lloj reflektimi të përgjithshëm edhe shoqëror mbi temat që na i trajtojmë, jo vetëm për luftën, por edhe për aktualitetin ose trashëgimin e pas luftës, asaj që na sot e kujtojmë në një mas dhe në një mas e kemi harruar. Shumë faleminderit që. Faleminderit shumë juve për ftesën. Në qoftë se mund të vazhdoj atë pjesën që ju vetë se filluat, kanë ra për me u zgju për gjithmonë. Për ndryshe në lapidarin e familjes Jashari, Sala dhe Hamit Jasharit më saktësisht, shkruan një fjali që për mua ka një kuptim të jashtëzakonshëm. Thot, ne po prehemi të qetë bijtë e mi, kur na kërkon atë dheu, grihemi përsëri. Për mua si një trashëgimtare e kësaj familje, me të vërtet vetëm kjo thënie nënkupton shumë, edhe është një amanet, edhe është më të vërtet sikur i kemi çdo ditë afër. Çdo ditë pranë, sepse gjurmët që i kanë lënë janë shumë të frasta dhe janë udhërrëfys për secilin prej nesh. Saktë, më thonë, unë emocionona sa herë që një rrëfimet luftës, edhe ju deputete tash, edhe unë jemi gjenerata relativisht të reja, unë jem 96, ju ndohut jeni 99, nëse nuk gaboj, edhe ajo që na kemi një për luftën, kemi mësu shumë historina për luftën edhe tregimet që i kemi ndëgju, janë një lloj frymëzimi, madje janë i vetmi frymëzim për gjeneratat që vinë. Unë e di që në situatën që na jemi gjindë, me thonë para 98-ës, sidomos, dhe prej perspektivës që na sot e gjykojmë, ekziston një institucion që për bindjen tam ka kontribu mas shumti në rezistencën shqiptare dhe kundër regjimit shtypës Jugoslav, genocidal të Miloševićit së fundmi në 98-ën, po institucioni në të cilin janë kultivu ndjenjat kombëtare dhe si rezultat i kultivimit aty në ndjenjave është prodhuar dhe rezistenca e fundit e 98-ës dhe rezistencat paraprake është ODA. E di thashë sot, pe i perspektivës së sotshme, ka shumë gjykime mbi këtë institucion, ka edhe gjykime që thënë që është një lloj institucioni primitive kështu me radhë, po kur e mendon ndoshta në mendje të ftoftë, në një periudhë ku ke qenë i shtypun dhe ku çdo lloj kultivimi i ndjenjes patriotike ka qenë i cënuar, i vetmi institucioni mbyllur
përmes diskutimeve dhe këngëve patriotike që janë kënu në atë institucion, e ka frymzu dhe ka brymsu një person apo një individ që krijon rezistencë ka qenë vetë Oda. Edhe këngë patriotike dhe diskutimet e rrëfimet që në bo me orë të tona mrena këti institucioni. Më ka ardhë interesant me një në storjet paraprake dhe në hulumtimet që i kom bo që heroina Sala Jashari ka bën një përjashtim, le ta themi, për rregullit të odave ku kanë qenë pjesëmarrës, le ta themi, vetëm burrat. Edhe Sala ka qenë e pranishme, madje Sala, heroina, ka qenë edhe ka pas veti goxha të jashtëzakonshme që shkomuniun për përdorimin e armëve. Dhe thonë, ju si mbesa e Salës, besoj keni një dhe shumë rrëfime dhe mundi më nda diçka prej vetë personalitetit të heroinës Sala Jashari. Patjetër, në qoftë se bazohemi në të kaluarën në shoqërisë tonë, unë besoj që do duhet ta shihnim me një perspektivë pozitive, sepse në momentin kur ne pranojmë se kush kemi qenë atë periudhë dhe kush jemi sot, sigurisht që e tregon më shumë identitetin tonë kombëtar. Edhe unë besoj që Oda mbi gjitha ka qenë një vend ku janë taku më shumë të mendjet më të ndritura të vendit, edhe thënë të drejtën nuk është që e kam pasur mundësinë me qenë pjesë të këtyre odave siç kanë qenë më herët, po ja kam lakmin kush ka qenë prej atyre që kanë qenë pjesë këtyre odave dhe kanë mujtë me mësu edhe me ndërtu dhe karakterin e tyre në bazë të tregimeve dhe atyre që janë thënë. Ne e dim që odat kanë qenë paka shumë takimet edhe në bazë të kanunit e Lek Dukagjinit, ku janë kry shumë çështje madhore për familjet tona shqiptare në përgjithësi. Po mbi gjitha kanë qenë një farë urtësie që i ka hije shumë sidomos pleqëve të asaj kohe dhe jo vetëm. Sidomos fëmijët kanë qenë ata që ju është thënë zakonisht qëndroni në një cep të udës edhe vetëm dëgjani. Edhe besoj përmes tregimeve ata kanë mësuar shumë se kush do duhet të ishin në të ardhmen, edhe në qoftë se përkthej këtë në aspektin e krijimit të një fëmis, momentin kur ti tregon shumë për luftën, heroizmin, besoj që fëmijët janë të gatshëm pastaj në të ardhmen në bazë në nënvedijes tyre dhe çka kanë dëgjuar vazhdimisht si fëmijë, që të ardhmen pse jo me qenë edhe ata heronj ose luftëtar, sepse nuk është gjithçka e rastësishme. Unë besoj që ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka qenë diçka që thjesht ka qenë një fëmijë me një fshat edhe me një moment saktun e ka pas dëshirën për me luftu. Besoj që është një e kaluar më e thellë e mënyrës se si kanë jetu familjet tona, e ngjarjeve të një pasnjëshme që i ka bo këta djemt për me marrë një hap përpara, edhe besoj që ndër top është patjetër diskutimet e odave edhe mënyrës se si këta janë rrit. Sala Jashari është e vërtet ka qenë një prej grave të para besoj, edhe jam e sigurt që ka pas edhe gra të tjera, ndërto unë besoj na e kemi si figurë heroike dhe simbolike Shot Galicën, e gra që e kanë marrë mundësinë për të shfaqur, se unë jam e sigurt që përgjithësi na kemi pas gra që ndoshta pjesën e tyre të intelektit edhe gatishmërisë ndoshta kanë treguar më shumë mbrapa çështjeve ose veprimtarive të tjera që kanë ndodhur në vendin tonë. Sala ka qenë pjesë e demonstratave gjithashtu edhe ka qenë dikush që vazhdimisht djemt e UÇK-s, unë këtë radhë po e qthi edhe babën, Axhen, Adem Jasharin, këta si grup së bashku, kanë qëndruar shpesh në familjen tonë, udhën tonë, edhe në momentin kur këta nuk kanë pas mundësi për me shku në një vend saktun me marrë informacione, e kanë dërgu Sala Jasharin, se sigurisht serbët në atë periudhë nuk e kanë menduar që edhe gratë pashto kanë me pas këtë ndjenjën e guximit për me shku me marrë informacione, edhe mi sjell për mi tregu djemve të UÇK-s se çfarë po ndodh realisht në Skënderaj ose në vende të tjera. Sala është një thënie shumë e rëndësishme që edhe për mua është shumë e veçantë, thotë unë pa buk rri, po pa armë nuk rri. Edhe kanë treguar vazhdimisht që i kanë thënë familjes po pse Sala po mban armë, ajo gjithmonë ka qenë fanatike e mbajtjes së armës, edhe ka qenë njohse të gjitha armëve që i ka poseduar ushtria shqiptare e Kosovës. Madje Ilir Shaqiri me një këngë i këndon Tringa e Prekazit edhe thotë pushka e nënës Sal qëllon vetëm në ball.
se besoj është diçka që është rrit bashkë me këtë historinë dhe patriotizmin. Unë mundona gjithmonë me qenë empatike dhe më mundu me kuptu prap edhe të çështja e Sala Jasharit, anjëse si gjyshe, i kam pyet motrat e saj pak a shumë çysh ka qenë fëmijëria e Sala Jasharit, edhe tregon thot edhe Sala si e re, fillimisht ka qenë shumë e mirë në shkollë, po e ka dashur shumë historinë. Edhe sa herë që ka pas mundësi, shoqeve të saj ju ka tregu për historinë e vendit. Kështu që tash kur e ndërlidh prap, po e them është mënyra që është rrit Sala, nuk ka qenë e rastësishme që kjo ka marrë një ditë ku gjitha ajo përpjekje të kuptuarit historisë dhe promovimit të historisë do ta ndërtonin një emër shumë të rëndësishëm të historisë sonë si Sala Jashari sot. Po, në të vërtet, tash deputete edhe me që na e ngritëm këtë temë, unë besoj kemi nisë për sëmbare, me që e thatë një gjë shumë interesante që të ringa e prekazit, Sala Jashari dhe e gjithë rezistenca heroike e familjes Jashari në përgjithësi, ju mundeni me pas tash afërsi për shkak të gjakut. Po ata e kanë kriju rrëfimin ma fasionues dhe ma frymëzues për gjithë kombin, sepse tash ata i takojnë gjithë kombi. Do të thënë na kur i ndëgjojmë këto rrëfime, siç vetë heroina Sala Jashari i ka marrë mësimet e saja për historitë e kombit, na jemi në qatë lind duke shtu ma shumë rrëfime edhe veprimtarive të këtyne herojve e heroinave, edhe jemi në një farë forme duke u brymzu me këto rrëfime dhe këto ngjarje. Tash, thënë këtë, gjithherë shkon të u bo ma fasionuese, sepse na e dim që rezistenca historike e 5, 6, 7 marsit ka prodhu mandej edhe intensifikim të veprimeve e akteve të vetë ushtrisë shërlimtare të Kosovës, edhe ka shpërthy në një rezistencë edhe shumë atë madhe, pavarësisht që ushtria jugoslave kish mendu që do me këtë shfarosje, le ta themi, edhe shtypje të asaj rezistence, kish mendu që neve na ndalë, si me thonë, edhe rezistencat e ashme. Në 5, 6 dhe 7 mars të 98-ës, kur e ndëgjëm rrëfimin në plotni dhe kur shohim detaje, ato shkojnë duke u bo edhe ma emocionuse, edhe ma frymëzuese, si tek rasti i heroinës Sala Jashari. Unë kom dëgju një rrëfim që besoj ju mundeni me ma konfirmu, shpresoj që nuk e kom gabim, që me që ngjarjet edhe ndërlidhen, me që heroina Sala Jashari ka qenë përdoruesve dhe njohëse e armëve, thuhet që kur i kanë hjek rënojat dhe i kanë gjetë trupat e të ndjerëve, në vendin ku e kanë gjetë trupin e heroinës Sala Jashari kanë qenë të vrarë edhe 2 policë të forcave jugoslave, që gjasat janë gati 100% që vetë heroina Sala Jashari ka ekzekutu ata policë të ushtrisë jugoslave. Të isha me ditë vesh, dhe më thënë, qysh tu ka transmitu të ju që kjo rrëfim edhe sa është. Po, kjo është e vërtet. Unë e di saktë edhe në pjesën ku është gjetur trupi i Sala Jasharit pas vdekjes së saj. Dhe momentin kur Hamit Jashari ja tregon familjarëve të tjerë që kanë mbetur të gjallë që Sala e një farë forme e dha shpirtin e saj për vendin e saj. Po edhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme është që familja Jashari në përgjithësi si lagje, ata gjithmonë kanë qenë të përgatitën që shumë shpejt diçka do të ndodhte. Sepse ne e dim që ka pasur edhe tentativa të tjera që ushtria serbe e kanë pasur si ide ose qëllim që gjithmonë ta shuajnë familjen Jashari. Kjo për shkak që në vitin 91 forcat serbe dhe policia serbe në përgjithësi kanë marrë informacione të sakta se kush prej djemve të familjes Jashari ka shkuar në Shqipëri që të trajnohen, ndërta është OGM Sahit Jashari, Adem Jashari dhe shokë të tjerë. Në përgjithësi në lagjen Jashari, familja jonë, shtëpia jonë është në radhët të para të lagjes. Edhe, do më thonë, Sahit Jashari ka qenë një prej personave, prej shokëve të ngushtë Adem Jasharit, edhe çdo veprimtari e kanë bërë së bashku.
çdo herë këta e kanë ditë që janë cak i policisë serbe në përgjithësi, edhe babi e ka përgatit një teren, një farforme që nëse ndodh diçka, i ka përgatit eksplozivt, pak më larg se shtëpia jonë, edhe i ka tregu gjyshës që në qoftë se ndonjëherë të nevojiten, duhesh vetëm me i shti në rrym, edhe ato ndisen. Momentin kur në 5-6-7 mars me datën 5 saktësisht, kjo është një ngjarje që po e citoj Valdet Jasharin, i mbjeton i familjes tonë. Momenti kur tankat fillojnë që të vinë nga fabrika e municioneve drejt shtëpisë tonë, është po Sala Jashari ajo që i ndez eksplozivt edhe tank të shpërthejnë. Në këtë moment Valdeti e përshkruan si ka qenë hera parë në jetën time kur kam pa njerëz duke fluturu. Edhe tash në qoftë se Do më shën thënë në nuk janë dy perspektivën. politë siç pretendovan besojnë shumë më shumë Ai me ka që qenë në pjesën eksplozivi. në momentin e fundit kur është rasa Sala Jashari për shkak që serbt pas vërshimeve të mëdha me plumba edhe me mjete të tjera që ata i kanë pas, se krahasimi i luftës ka qenë shumë i padrejtë. Këta kanë qenë në numër shumë i vogël i lagjës edhe kanë pas shumë më pak armë në krahasim me serb. Thuhet që dikun mbi 4000 forca serbe kanë rrethëku familjen Jashari në tërësi. Edhe po, Sala ka luftu deri në momentin e fundit, kjo edhe më fund e dëshmon kallashi i fundit që e kena gjetë në vitin 2024, gjë që dëshmon njëkohësisht që ende s'është bërë mjaftueshëm në aspektin e historisë edhe gërmimeve, për më mujt me para realisht çfarë ka ndodhur. Kështu që në vitin 2024 kur e kemi gjetë këta si një trashëgimi e kësaj historie, kemi pa që nuk ka pas asnjë plomb brenda saj, gjë që dëshmon që secili prej familjes Jashari kanë përdorur të gjitha plumba deri në momentin e fundit në atë formë që të bëjnë rezistencën e tyre. Është shumë interesante, deputetet, se na veç nisëm me fol për sekuencat e historisë që na frymëzojnë neve dhe të rezistencave historike po ashtu të kombit tonë. Edhe shumë interesante, unë për vetin goxha shumë këngra psetike. Edhe momentin unë e kom ditë, sa thash jo me sigurinë maksimale, e kom ditë që heroina Sala Jashari në fakt ka ekzekutuar ata policë me Kalashnikov, po kjo më thonë është e vërtetë, ama nuk e kom ditë pjesën e ndezjes së eksplozivëve. Edhe kjo si analogji e ngjarjeve për shembull është shumë e afërt me Osokukën. Osokukën kur e rrethoi në kull, edhe sheha që nuk ka pushtim më, bashkë me vetmin bashkëluftar që i mbetet, i ndez këtë barutin që e grumbullon edhe i çon në ajër kështu forcat malazeze të asaj kohe edhe vetën. Kështu që kjo është në fakt ajo trashëgimia që na duhet me rujt, po them kështu si të ballit. Edhe me shërby brezat fashën, po. Diçka që mu m'duket shumë inspiruese, se mundona me qenë edhe objektive, ka shik anise kjo histori është e familjes time, mundona me ndërlidhe dhe shpesher m'duket e pabesueshme. Edhe sa herë që unë shoh babën tem, edhe kujtoj që ka qenë gjeneral lufte, një prej themeluesve të UÇK-s, edhe krahasimin me jetën sot. Edhe pastaj ndalim dhe them, wow, çfarë të kaluar e kam pas kjo gjenerat, që për neve është e pabesueshme shpesher. Po babi ka qenë një prej udhëheqësve, në fakt udhëheqësi kryesori betejës në Likoshan, edhe ku është plagosur me plot 4 plumba, me 2 plumba përpara, është i plagosur me 6 plumba në tërësi, gjatë periudhës së luftës. Edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që babi mbetet në tic për shkak të gjendjes së tij shumë të përkëtësuar. S'mund me marrë pjesë në rrethimin. Me datën 4 mars ka qenë takimi i fundit i babit me Sala Jasharin. Tash mu më tregon motra e gjyshës, edhe thot, në atë moment i kom thonë Salës rridhe një natë. Edhe ajo thot, jo, se i kom premtu burrit që kena me vdek bashkë. Edhe pak a shumë tash edhe Ademi kur shkon, pas gjyshës është shkruajtur Ademi për me vizitu babin me shokët e tjerë. Edhe në këtë moment babi ja dorëzon krejtarëm që i ka Adem Jasharit, edhe thot nëse mundesh lutem dërgoja familjes. Edhe në atë moment edhe Ademi thot, po m'duket që ja ka nis tu ardhë halo ma shumë forca serbe dhe do të mu pregadit një farforme. Kështu që kjo ka qenë momenti i fundit ku Sala kthehet, edhe kallashi i fundit që u gjetë 2024-ën është po ashtu kallashi i fundit që Adem Jashari
prej musës, babës, ja dërgën familjes tonë që mu përdor gjithçka që kam pas për me bo këtë rezistencë. Po shumë e rëndësishme fakti që qysh pikërisht ka qenë 4 mars edhe më njerë me 5 mars ka ndodhur ngjarja e madhe, po gjithë këta së bashku kanë qenë të gatshëm për me rezistu, për shkak të dashurisë të madhe për atë. Në fakt kjo është dëshmu dhe na veç e përsërita unë, po asnjëherë nuk të provet që ju e keni fatin edhe privilegjin të paktën me pas një seri brezash luftëtarësh, edhe me u inspiru në format që ju e inspiru, në fakt ajo ngjarje edhe ata të rënë, si me thonë, në mënyrë heroike, kanë frymzu edhe gjeneratat tjera që kanë ardhur, si me thonë, edhe mas luftës, edhe për vetë faktin që na po flasim, nuk kemi qenë, unë shumë pak më i mend prej luftës, kam qenë 2 vjeç e gjys, edhe kjo na ka po du njëherë në rafshin prapë personal, mandej me kalu tek shoqëria në përgjithësi dhe kujtimet që na duhet me i forcu përmes një lloj evidentimi më të saktë, po kjo mbetet një pjesë që na besoj e diskutojmë tutje, ama në rafshin personal, zonja Ashari, a është barë, a është përgjithësi, unë besoj që po munona për një moment me zhvillu një lloj empatie që nëse një seri brezash luftëtarësh madje edhe emrin e heroinës Sala Jashari e mbani, në përditshmëri, për shembull në vajtje, ardhje në shkollë, në aktivitete, çkado që ju keni ndërmarrë, si me thonë, gjatë karrierës tuaj, a ka qenë gjithherë është një lloj metafore që thuhet shpata e Demokleut, është një pikturë që një shërptore ka një shpatë për mbi kokë dhe në momentin që gabon diçka mundet mira për mbi kokë. Tash po them shumë figurativisht, ama në kuptimin e përgjegjësisë dhe mbarës që e mbani si emën dhe mbi emën. Thonë, qysh e keni përjetu? Unë jam rrit gjithmonë prej e vogël duke kuptu vlerën edhe peshën e rëndësisë që ka emri Sala Jashari. Në çdo moment kur kam taku njerëz që kam pas fatin më njoft Salën e vjetër, gjithmonë pritjet kanë qenë u bëfsh si Sala, ruja emrin, edhe babi ka qenë një prej personave kryesor që gjithmonë u mundu me më tregu që ndryshe ndoshta prej fëmijëve të tjerë e kjedhën një përgjegjësi shumë më të madhe. Ndoshta ky ka qenë një përgjegjësi, definitivisht është një krenari shumë e madhe, edhe tash e kam kuptu që duke dëgju çdo ditë edhe më shumë edhe duke e njoftë historinë e gjyshës, tash është edhe pjesë e imja, megjithatë mundona gjithmonë me definu ose me qit me një hapësirë ku sakrifica e familjes Jashari në periudhën e luftës është një histori që i përket gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe mbi gjithë është e paprekshme. Tash ne Jashar të rinj, unë jam e sigurt që secili edhe ne kemi hapësirën për me dëshmu veten, e sidomos në kohë lirie, edhe ja kemi borxh me kontribuat dheut në çfarëdo forme që kemi mundësi. A është përgjegjësi, është e jashtëzakonshme, unë jam rrit qysh e vogël, duke pasur gjithmonë kujdes mos me bo gabime. Po megjithatë besoj që më ka ndihmu shumë për me qenë më e fortë, edhe me qenë më e sigurt në vendimet që i marr, kështu që përgjegjësia është njëra prej çështjeve që unë e kam parimore. Besoj që në shumicën e rasteve na mujmë me pa si një lloj, si me thonë, barrierë ose pengese, ama në bashkëbisedim me ju veç po më kristalizohet një ide që në fakt përgjegjësia dhe bara patriotike janë të shëndetshme në kuptimin që nuk lejnë shumë me bo gabime. Do thonë, një person që nuk e ndjen qatë barë dhe përgjegjësi, me siguri ndërmerr veprime shumë në mënyrë shumë më të shpejtë dhe jo të menduar mirë, kështu që po e tekalojmë këtë pjesën e të pamit si pengesë ose si barrierë. Edhe privilegjet natyrisht edhe ajo krenaria që ju e ndini është në mënyrë kështu këtë maksimale legjitime.
Në fakt, unë mendoj që është një parapregaditje për një diçka që unë duhet me bo për vendin tëmë. Edhe në qoftë se shem në një perspektiv tjetër, tash nëse më kështë pyet si fëmijë, nashta kisha thonë kisha pas qef me pas një fëmijëri si të tjerët ku çdo gabim ose çka do qoftë, paka shumë shihet si fëmijë të tjerë, po në qoftë se është sot, unë pavarësisht që jam një prej deputetëve më të reja, unë mendoj që i kom të kalu goxha një periudhë tjetës që mund ka pregadit për një presion shumë atë madh që kam e pas në të ardhmen tem. Edhe kjo paka shumë tash mënyra që unë jam rrit, tash edhe kjo jeta publike, edhe presioni për mu shumë a i letë se unë e kom pas krejt jetën. Kështu që është diçka e natyrshme për mu sot. Në fakt, unë edhe desha me ju pyet, po kjo nështë në pjesën e fundit, me që angazhimi ju i së fundmi ka qenë edhe është në politikë, edhe është partijak, edhe ky lloj presioni që është manifestohet, po para se me ardh aty, na e përmendëm në mënyrë të tërthort që na kujtojmë ngjarje, kujtojmë histori, i ndëgjojmë prej të tjerëve, po brenga jam është nështë edhe pe i përvojës këtë personale dhe mësimeve që zakonisht nuk e kemi marrë për luftën dhe për historitë e luftës, për shumë arsye e njona prej tyne për shkak që na edhe pas 26-7 vitesh vazhdojmë mos me pas një evidencë me një vull shtetërore për dokumentimin e historisë së luftës, krimeve, masakrave dhe historive të tjera që kanë kriju rezistencë në atë kohë. Së fundmi, këtë diskutim shoqëror, mbar shoqëror, e ngjalli edhe ekspozita e Shkelzengashit, e cila ishte një lloj derivimi prej librit të tij Masakrën në Kosovë vitit 98-99. Edhe tash ju patët reagime edhe pej, si me thonë, petkut partijak, po edhe në nivel personal, a mendoni që nuk e di, a ka nevojë për më mendu se edhe nëse është konstatimi jam ajo qëndron që mungon një lloj evidentimi i memorjes kolektive dhe dokumentimit të luftës, po ku kemi lënguna si shoqëni dhe si institucione për me kriju një bazë të fortë, një evidencë të fortë që gjeneratat e ardhshme mos me pas nevojë, ato janë gjithherë shtesë si lloj bonusi për mini rrëfimet për të tjerëve, po ndryshe kur i shen në libra, kur i shen në dokumentare, kur i shen në evidenca shtetërore në përgjithësi e kështu me radhë. Çto po duni mendim për jush për këtë? Në përgjithësi, historia vetveti është një prej temave shumë delikate për vendin tonë, për shkak që ne e dimë që sot ende kemi njerëz që janë të prekur nga pjesa e luftës, edhe mbi gjitha që kurrë nuk është marrë dikush më të vërtetë në mënyrë serioze me të, sepse nëse analizon në aspektin psikologjik, unë mendoj që ka shumë njerëz që është dashur mu trajtu për shkak të traumave të luftës. Edhe sot kjo trauma e luftës ekziston çdo ditë, qoftë përmes sekuencave të ndryshme të jetës së tyre, edhe unë jam e sigurt që shumë njerëz ndoshta nuk e kanë as dijenin pse e kanë këtë traumë për shkak të pamjeve që i kanë pa, traumatizimit që e kanë marrë përmes luftës. Tash nëse shoh në spektrin e trinjve, unë kisha pas shumë dëshirë që trinë përgjithësi fillimisht me udhëtu shumë, me dëgju shumë për vendet të tjera dhe në atë formë jam e sigurt që ishin ndje edhe më shumë krenar për historinë që e kanë brenda Kosovës. Nëse sheh në aspektin e seriozitetit edhe përgjegjësisë që ka shteti në përgjithësi, është shumë e rëndësishme që sa më shpejt të bëhet dokumentime, për shkak që në atë formë na kemi mujt me të kalu historinë për gjenerata. Unë fillimisht kam menduar që nashta duke qenë pjesë e familjes jashtare, nashta nuk duhet me folon bash shumë për historinë edhe me lani far forme se nashta unë jam rrit për një babës shumë modest, që çka do që ka bë për luftën, ka thonë na e kena bë për vendin edhe nuk kena nevojë as me dalë në intervista as media se na e kena bë çka është dash momenti kur ka thirrë dheu për neve. Po pastaj dal me një moment ku unë shoh që trit përgjithësi nuk kanë shumë informacion, edhe nuk kanë me çka mu lidh kjo atë dashuria për vendin, kur na nuk e kena të dokumentuar, nuk ka mjaftueshëm literaturë në librat e historisë përmes shkollës, nuk i respektojnë datat tona historike siç duhet,
Për shembull, që po e filloj nëse nga ona personale, data 7 mars, vetëm komuna e Skënderijit e ka ditë pushime. Tash ka fillu që për ora e parë mësimore fillohet edhe foljet për epopejën e UÇK-s, po është diçka që thjesht nuk është e jonja, është e shtetit në përgjithësi. I kam përmend më përpara, datat 5-7 mars, unë si e vogël, e di çfarë rëndësie të madhe ka pas kur unë kam qenë shumë e re, edhe mënyrën se si është festu. Sot, përsëritja dhe mënyra që po vazhdohet ky fest një farë forme dhe rikujtimi i historisë, unë po e shoh që çdo ditë është uzbej, sepse ti duhesh me transformu mënyrën që je të dosh me promovu hala më shumë historinë dhe kulturën tënde. Nuk duhesh me vazhdu gjithmonë çdo vit të u përsërit, sidomos kur e din që gjeneratat e reja sot e ka një farë mendësie, një mentalitet krejt ma ndryshe, po nuk do të thotë që na nuk mundemi me arrit atje. Kështu që dokumentimi është shumë i rëndësishëm, neve na mungon jashtëzakonisht shumë një muze që e dëshmon hala më shumë tronditjen edhe dhunën, masakrat që i ka bë serb në përgjithësi në Kosovë. Po kjo mas mirti i dëshmon edhe të ndërkombëtarët pastaj, se na jena tu e lënë veten krejt mbrapa. Në të njëjtën kohë kur unë sot, për shembull, unë mendoj që në një situatë ideale, unë nuk është dash me fol për historinë edhe muzein e luftës, është dash me qenë deri tash. Edhe unë është dash marrë si një deputete e re që mendon për projekte dhe mundësi që na kena jep të rinjve të Kosovës. Po tash, unë kam përgjithësi një farë forme me bo një kalim për historisë deri te ardhmja. Tash këtu jena te kalimi i historisë. Fakt është që ekspozita e ka bo një reflektim të mungesave edhe të seriozitetit që shteti e ka pas deri sot. Po kjo nuk do të thotë që na duhet mu ndal tash, në qoftë se nuk është bë punë mjaftueshëm përpara, nuk do të thotë që na duhet mu ndal tash në këtë moment. Unë kam hulumtu edhe kam pa që në vitin 2018, në fakt nga Kadri Veseli është nisë një projekt ligj për mbrojtjen e luftës, ndër të cilat është po ashtu edhe Muzeu i Prishtinës. Po e kam pa që ka pas disa pengesa në aspektin mënyrën se si është shkruar edhe duhet me pas shumë qartësi edhe mënyra se si shkruhet me qenë e parafruar në aspektin e BE-s, në atë formë që në asnjë moment të mos shihet si diçka që e cënon mendimin kritik ose mendimin e lirë të qytetarëve në përgjithësi, po megjithatë duhet mu dokumentu. Për shembull tash e shoh na po flasim për dokumentimin e luftës, edhe kena dëshmitar mjaftueshëm për me tregu të vërtetën se çfarë ka ndodhur, edhe në të njëjtën kohë e shohim propagandën masive që bëhet nga armiku ynë, duke i shfrytzuar ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë, edhe duke i rikthy, duke menduar që duke promovu një farë forme të tjera, sikur Kosova në fakt i ka bë aty në masakra. Edhe kur ti e sheh, e ki në tavolinë se çka po bën armiku, edhe sot për shembull e kthen diskursin e diskutimit, se cili politikan më shumë bashkëpunon me serbt. Ju jeni me Serbin, ata me Serbin, edhe nuk merresh me çështjen kryesore, thelbin që e ki për shtet tëndin, për mua është shumë shqetësuese. Do të thënë, në një farë forme, sipas asaj që po thoni ju, Serbia tashmë ka deportu në ato që është diskutimi dhe diskursioni i përditshëm në taboret mes ndasive, mes politikanëve, ndoshta edhe mes shoqënisë, se e kjo, çato që na veç se folëm, po të kishte një bazë shumë të fortë ku na ishim mbajt për rastin konkret për dokumentimet dhe evidentimin e qartë asaj që ka ndodhur së fundmi 98-99, atëherë diskutimi edhe taburizimi mbi çdo çështje nuk ishte i mundur. Unë besoj që edhe si shoqëni edhe si kastë politikanëve, na ishte dash disa parime me mbajt jashtë kësaj politikës ditore dhe konfrontimit, ose disa sfera me qenë konsenzusi jonë i përbashkë shoqënor dhe rrjedhimisht edhe i kastës së politikanëve. Dokumentimi në radhë të parë, domethënë muzeu mbi luftën, ato evidentimet rreth luftës në përgjithësi, sepse ato prodhojnë memorie dhe nxisin edhe ruajnë memorien kolektive, dhe ka shumë sfera, unë e di sigur që na pajtohemi që edhe sfera arsimit për shembull, ishte dashur me qenë konsenzusi përbashkët, me thonë të gjitha polarizimet tjera po i bëjmë, se ndoshta janë për hir të vetë politikës, a bën që disa sfera t'i lëmë si konsenzus, mos i prekim se ato na dëmtojnë neve si shoqëni në përgjithësi. Po e ka dëmtuar realisht.
Tash momenti kur ti e flet në pjesën e arsimit, unë vetë që ka marrët, për shembull në histori, unë e kom bërë një krahasim në aspektin e kurrikulës amerikane edhe çka i mësojmë na fëmijët tonë në shkollë dhe flas për eksperiencës. Sa a jeni mësuese? Kam qenë, po tash momentin është kur dashur e me kam bërë pezullu, këtë tranzicionin, nuk është që është dasht, po unë jam person shkak që të marr angazhimeve, gjonat me po. përgjithësi edhe nuk kam dasht me pengu një farë forme rrjedhën e mësimit për nxënësit duhet me qenë tamam e plot 100% brenda shkollës. Po për shembull ne kom bërë këtë krahasim vet, unë në momentin kur kam qenë mësimdhënëse e klasës së 4 për nxënësit e mi, ata kanë qenë me një shkollë amerikane, më është dasht krejt të historinë me pa qysh mësohet në Amerikë. Edhe ata për shembull e kanë prej fillimit folin për amerikanët. Nuk ka nevojë me fol për shtetet e tjera, nuk ka nevojë me fol për kërkën tjetër. Kështu që unë në këtë moment unë e kam përshtat standardet edhe pak a shumë qëllimet, rezultatet ku doja mi arrit, po me historinë e Kosovës. Edhe vetë tani e kam pa që shumë pak e kena të dokumentuar në historinë, anën tjetër në shkolla publike krahasimin më njëherë bën. Klasën e 4 fillimisht nuk mësojnë hiç për historinë as të Kosovës as në përgjithësi. Pastaj vjen klasa e 6 dhe 7 dhe diku në faqet e fundit flitet fillimisht besoj për Skënderbeun, e pastaj shumë pak për Adem Jasharin, e pastaj krejt shumë halo më pak për ushtrinë shërimtare të Kosovës. Edhe unë besoj që kjo është dash krejt me ndryshu. Qysh me fillu për fëmijët mas pari me dash të historinë, është dash me fillu prej njerëzve që është e prekshme. Tash momenti kur ti e sheh një emër të një dëshmorit, besoj është dash me qenë një kuriozitet më i madh për fëmijëve për me kuptu pse ka vdek ky dëshmor, qysh ka vdek, qysh ka shku rrjedha, se kur analizon shumë historinë e Kosovës në përgjithësi, unë besoj që na nuk kena nevojë për me mësu fillimisht për të tjerët. Duhet me mësu, me pranu qysh është historia jote, edhe sarë që dikush vjen me vizitu Kosovën, se cili fëmijë joni me qenë i gatshëm për me tregu me një farë forme me qenë Ciceroni i historisë Kosovës vetë, pa pas nevojë me pas edhe një Ciceron. E kjo është një diçka që duhet më punu, po shpresoj që kanë me punu edhe mbi gjitha po shpresoj që në aspektin edhe arsimit edhe historisë ishtë dash me gjetë një konsenzus. Apo beson deputete që ka një lloj vullneti mes kasës aktuale politike që me pas një kompromis, një konsenzus në këtë çështje, me që po shihet e ju e përmendet edhe vetë që kjo edhe tema e fundit dhe diskutimet rreth dokumentimit të luftës jenë shëndru në përplasje politike në kuptimin që secila palë dën me ja bo një lloj dami tjetrës palë duke gjyku. Ata i thënë, njëna i thëtë ju keni qenë në pushtet dhe s'keni bo asnjë përpjekje për me evidentu atë që ka ndodhur dhe me dokumentu atë që ka ndodhur gjatë luftës. Pala tjetër thotë ju po financoni dikon për me deformu historinë edhe ky është paradoksi, se veç që të fjalinë se malian, se për shembull kur prokuroria vjen te dera me një lloj pretendimi se kjo është absurde në mënyrën që ka ndodhur, se nuk mundet prokuroria me nxjerr të vërteta ose interpretime mbi çështje të ekspozitave, librave me atë pjesëmerrjet akademia. Po le ta themi për një moment që prokuroria si instancë shtetënore konsideron që dikush është duke i bë dëm vet interesit shtetënor. Edhe vjen me akuzën që thotë je duke deformuar të vërtetën. Dhe prokuroria si instancë shtetënore kur të thotë je duke e deformuar të vërtetën, ajo do të me pasën të vërtetë për me ta argumentu cilën të vërtetë je duke e deformuar. Dhe tash si palun, po them, jo si ajo që na e dim me siguri, për shembull prej të mbijeturve me që ishte ajo që masakra e Dubravës ngjalli më shumë reagim në këtë kontekst. Nëse ai person shkon në prokurori edhe akuza, pretendimi është e ki deformu historinë dhe të vërtetën. Ti i thu, po, në rregull, ama të vërtetën tonë si shtet. Dhe ai nuk e ka qatë evidencë. Dhe më thonë, deri kur na duhet me kriju si përplasje për hesape politike, e në ndërkohë historia jonë dhe sferat cilat i përmenëm me qenë jashtë. Në fakt, unë besoj që në aspektin e historisë, për vetë faktin që është një tematikë shumë e ndjeshme, nuk e arsyeton gabimin, për shkak që po e filloj për vetvete. Në qoftë se unë kisha dashur me fol për një ngjarje që ka ndodhur dikon,
është mirë përderisa ne ende kemi njerëz dëshmitar, është gjithmonë mirë mu siguru 100% që të paktën e kitë sigurt informacionin, e sidomos kur do të me ekspozu në kryeqytetin e Kosovës. Unë nuk do dua të ndalem te pjesa e individit. Historia nuk i përket ose nuk duhet ta maj për përgjegjësi një individ ose një organizat, e kam ngrit këtë çështje në Komisionin e të Drejtave të Njerëzit. Kjo është një çështje që duhet me fillu prej shtetit. Çka ka ndodhur në këtë hapësirë është që këtu mendoj është bërë një farë dështimi institucional. Tash mënyra se si ka ardhur në Kuvend është në pikpyetje, sepse kërkesa e parë primare që ka ardhur është që krejt kjo ekspozit po bëhet për një OJQ tjetër, pastaj del edhe një OJQ tjetër më vonë, që është paksa dyshuese, po megjithatë janë organet kompetente që do të marrin me këtë. Në aspektin tjetër, unë për shembull e ceka dështim institucional për shkak që nuk duhet me leju shteti që të largohen ose të jepet një vendim për një ekspozit pa e verifikuar edhe një herë vet. Kështu që pa ja lënë përgjegjësinë individëve dhe organizatave, unë këtë rast kum thonë shteti duhet. Shteti duhet me po dokumentimin, shteti duhet më siguru sakt kujna i jep para të shtetit, për çka po jep. Ekspozita në përgjithësi duhet me vazhdu në ekspozita për historinë e Kosovës, po nuk arsitohet gabimet të tilla, për shkak që është një plagë e hapur për vendin tonë, edhe prapë po e them që në momentin e tillë çdo individ që do me dokumentu edhe me fol për luftën përgjithësi, duhet mu bazu sakt në njerëzit që dëshmojnë edhe në të vërtetën tonë historike pa e bëhet gabim. Kështu që nuk e arsitoj si gabim, po megjithatë, po shpresoj që edhe shteti ka me reflektuar dhe me pa që nuk duhet me leju projektet veç me kalu. Duhesh me verifiku një herë, me po kush janë, çka kanë me ekspozu, a janë të gjitha faktet e vërteta, në atë formë që edhe njerëzit ta kuptojnë. Po duket që prapë kthehemi tek ajo teza fillestare, domethënë edhe parlamenti nëse ka nda fonde që i përket një institucioni ose brenda petkut institucionale shtetënor, edhe ai si institucion mundet me kalu projekte me që se ka një evidencë të vetën si institucion mbi çështjet që na po flasim. Po e thamna që gabimet nuk arsitohen kur marrim përsipër si hulumtues, si studius me evidentuar, me dokumentuar një çështje, kemi përgjegjësi, po kjo mbetet në rrafshin e përgjegjësisë autoriale, si më thonë. Ju e përmendët një iniciativë të... Duhet me përmend edhe pjesën e librave, se edhe për libra më përpara është financuar nga shteti për mu shpërndo. Tash unë e kuptoj që Kuvendi ka mjaftu shumë punë dhe përgjegjësi të mëdha. Po megjithatë nuk e largon mundësinë që mi pas njerëzit adekuat që në me lezu librin, me shiku një herë a ja vlen apo nuk ja vlen. Unë për këtë thash më herët që përgjegjësi pozitat që na i kemi janë plot përgjegjësi. Nuk është punë e lehtë për mu bë, sidomos kur e marr me seriozitet. A duhet mu marr me seriozitet? Patjetër që po, për shkak që je përfaqësues i popullit. Tash unë po folje në përgjegjësi për të gjitha partitë. Momentin që ti keni votë të konsiderueshme të popullit tënd, në kupton që ty tu ka besime që çdo vlerë, çdo gjë që do diskutohet në tavolinën tonë, kemi marrë me përgjegjësi të plot. Edhe momenti kur është historia, prapë po them pavarësisht që nuk ka pas dokumentim, ka ende njerëz dëshmitar. Edhe në qoftë se shkon në secilin vend ku ka ndodhur masakra, të paktën ti ki varret atyre personave që mundesh me numëru, edhe mundesh me pa pak a shumë çysh ka qenë. Kështu që gjithçka në kuadër të kësaj duhet më pasi një reflektim që momentin kur flitet për histori, duhet me qenë i sakt në atë çka do m'ja promovu të tjerëve. Deputeti ju përmendet një iniciativë të Kadri Veselit në 2018, nëse nuk ka bëj, dhe me sa e di unë në 2023 është themelu po ashtu, ose është rithemelu nëse veç nuk është shumë ma herët instituti për dokumentimin e krimeve të luftës, me që ju në një institucion, a keni pas në herë mundësi, a e dini mas pari çka ka ndodhur dhe ku është me proceset të punës ky institucion, dhe pas kësaj, a keni kërku në herë qasje, në fakt ju shdash me pas qasjen ex officio sepse jeni brenda Kuvendit, po çka ka ndodhur në përgjithësi, a janë dikun, a janë duke vepru, a nuk janë, sepse duket që është një lloj tërë informatik në përgjithësi. Këto pyetje janë shumë të mira dhe shumë të qelluara,
po duke u bazu në aktualitetin e spektrit politik, na ende nuk kemi mujt me fillu me bo punën tonë tamam si duhet, në bazë të profesioneve që i kemi dhe kauzave që i kemi. Realisht, kjo pjesa e historisë e ka rikthy vrollshëm për shkak të gabimit përmbajtësor që është bën në ekspozitën e Prishtinës. Megjithatë, është një temë që është e konsiderueshme dhe delikate dhe që duhet me punu jashtëzakonisht shumë në të. Në aspektin politik, momenti aktual është çështja e presidentit të Kosovës, që tash unë kisha dashur për me punu edhe me hi në mënyrë të detajume se çfarë ka ndodhur në aspektin e këtyre projekt ligjeve, po për shkak të pamundësisë edhe krizave politike, neve nuk kena mundësi për me vazhdu me punu në këto tematika shumë të rëndësishme për vendin për shkak të ngjarjeve të fundit. Kështu që pavarësisht që është ngritë si çështje edhe nga dëshira e madhe për me tregu që për mua kjo është diçka që mund prek edhe personalisht, po edhe jo vetëm, ka të bëjë me vetëdijen kolektive, edhe rëndësinë e saj, unë sigurisht kam e ngrit zonin në çdo moment, po tash jemi ofër TikTokut të ditëve, a do të zgjidhet një president, apo do të shkojmë në zgjedhje, që nënkupton gjitha këto diskutime prap do të pauzojnë për një periudhë tjetër për çdo person që do të jenë në atë pozitë. Në fakt, kërgja natyrshëm britëm edhe tek me që kemi edhe pak minuta deri në fund, te ajo që e përmendëm fillim, edhe na fillu me vetë historitë e ngjarjet e rrëfimet, mandeti, dokumentimi dhe mungesa e dokumentimit, dhe roli juj së fundmi në përfshirje brenda institucioneve në rolin e deputetës. Ju jeni nëse nuk ka bëj prej 9 shkurtit në rolin e deputetës, edhe ajo që na e kemi si pamje shumë shpesh të përsëritun, sidomos për gjatë vitit 2025, është pamja ku zoti Dehari është duke u thejë seancën dhe ju jeni në krahun e djathtë të tij nëse nuk ka bëj. Dhe në një farë forme, kjo nga jashtë për atë që ka ndodhur në vitin 2025 e ka marrë një lloj verdikti çfarë do që e ka marrë, po unë desha me ditë kështu perspektivës se ju nga brenda. Do të thonë ju keni qëndru për afro 9 muaj, 8 muaj sa ka qenë ajo saga e vitit të 2025, edhe nëse nuk gaboj një herë dy e keni udhëheqë seancën kur lëvizjave të vendosje dhe zoti Dehari kanë dalë jashtë nga sala, po veç më interesoj kjo nërsa me siguri edhe për publikun, fillimisht përfshirja juj, motivet e përfshirjes e mandej një lloj situate besojon këgja absurde cilën jeni futur që në fillesat e juja në politikë. Një farë forme arsyet personale deri te vendimi për me u përfshirë në pjesën e politikës ka qenë atë sa vizionar, atë sa me shumë përgjithësi, po ka qenë një mishërim të kalumës edhe vizionin që unë kam për arsimin në Kosovë. Tash pak a shumë këtu lidhet profesioni jam. Unë çdo ditë jam taku me nxënës që i kam pas kushtet për me pas një të ardhme shumë më të sigurt. Edhe në të njëjtën kohë kam bërë diferencën, në motrën e vogël e kam pas në të njëjtën gjeneracin nxënësa që i kam mësu vetë. Edhe tash e kam bërë diferencën në shkolla publike. Në bazë të informatave që i kam pas nga shoqënia jam, gjeneratat e mi që janë të jap mësim në Kosovë, do të thonë nuk ka një moment ku nuk jam ndje mirë me vazhdu me mendu vetëm për me vazhdu kontributin tem vetëm me një spektër, edhe në të njëjtën kohë me pa që një numër i madh i fëmijëve në Kosovë nuk janë të i pas mundësit për me mujt me ecë për para me të ardhmen. Unë gjithmonë po e cek këto që unë e shoh të ardhmen shumë në pikpyetje se çka është të ndodhur ditët e sotme, zhvillimet të mëdha të teknologjisë, digitalizimin në përgjithësi, na ende kemi mbetë në shkolla në aspektin e mësimdhënies tradicionale. Diku ja ka nisë mu bo disa ndryshime, po pastaj janë nxënësat që shumë janë të lënë në shkolla të shku më shumë në kryeqytete. Do të thonë kena gabime ose më thonë probleme çaq bazike, edhe çaq të nevojshme për me bëni një shtytje më të madhe, më thonë që ku jemi, duhet me ecë pak më shpejt me hapin, nëse na dojna me pa një të ardhme të sigurt për fëmijët e Kosovës, se momentin që jena nuk është për të dëshiruar. Ti e sheh vetëm prej rezultatet të PISA, që do të thotë nëse është një çështje që nashta s'kish pas nevojë as për kushte,
është për shembull qysh na po penalizohemi në lexim kuptimin e librave për shembull. Si ta I na tu parametrat jemi pengu. ka fundi. Edhe domethënë, ky në kanë renditje. qenë një moment ku më thonë apo du me këshyr jetën tem, unë kom pas një jetë shumë të mirë, edhe thjesht me vazhdu me një rutinë, ku unë kam një fare atije, apo po du me të vërtet me ndiku edhe me jep një mundësi pak ma shumë që ty në nxancave që unë i kum pa gjithë ditë pengesat e tyre dhe jo vetëm edhe të mësusave. Unë shpesh e përmend thëm, ti në Prishtinë për shembull, ki mësusat që nuk kam printer për me printu diçka bazike, e lemo me folna për diçka të digitalizimit edhe mundësive të tjera. Ato janë të ardhshme, po ti do Alo, shumë marrë me te problemin shkumsi dhe aktual, shkuza, definitivisht. Kështu që kjo ka qenë pak a shumë ajo ideja, Ama kjo nuk shumë e u vështirë. materializu deputeti Jashari, me që e gjithë kjo ambicje për të mirë, le ta themi, për me ndryshu Po. gjendjen e arsimit, u bën tash një vit e një muaj nëse nuk ka bëj Po. prej nënshkurtit Thonë të drejten, herës fundit kam qenë në shkollë, edhe për një moment ka qenë reflektim për mu, se unë e di që i kom lënë nxëncat e mi, edhe kur shkova qtash, i poshtë nxëncat që ishin rritë. Edhe dhe më thonë, ishin bo ma gjatë se unë, edhe thash, wow, dhe thëtë unë jam halo me një gjendje krize Do të thonë, po politike, jeta zhvillon ndërsa ku na halojnë ato të mbetet ndu, andej. Po. kena mbet me një vend, as mbrapa, as për para, jemi ndalë me një vend, ka stopu gjithë shka, ndërsa jeta është të vazhdu. Edhe është e rrezikshme për vendin, edhe nuk ka qenë për eksperiencave më të mira që ja kisha dëshiru dikujt. Për mu dita e parë ka qenë një ditë solemne edhe me të vërtet këmë thonë shumë e rëndësishme dhe interesant fakti që kam qenë deputetja më e re dhe kam e pas mundësinë e kryesimit të seancës, po gjithçka u kthy me një tmerr, një farë forme politik, jo vetëm për mu, po edhe për krejt Kosovën. Unë jam bazu gjithmonë në bazë të rregullave dhe kornizës të rregullave të kuvendit që unë i kam pas, edhe në asnjë moment nuk më dash me shkel rregullat e kuvendit ose kushtetutën, edhe jam mundu në bazë të këtyre kornizave me jep një model dhe një shembull që secili kur që vjen pas neve, duhet me pas një kornizë ku duhet mu bazu. Edhe nuk duhet me leju na me te kalu këto rregulla dhe këto mundësi për shkak që mundet me kalu me një kaos, edhe veç se ka kalu, është marrë një numër i madh i kohës për Kosovën, i kohë e vlefshme, edhe që në fund është parë rezultati, gjykata ka tregu që nuk është dashme ndodhë në atë formë, e ka vërtetuar pak a shumë edhe qëndrimet e mia që unë i kom pas prej fillimit, jam mundur për me tregu që është të dalë një farë forme, tash në këtë rast vetëvendosja, jashtë kornisave. Unë e kom pa me sytë e mi që Avni Dehari ka marrë fleta me shkrim të shkruar nga dikush tjetër, mënyrën qysh me te kalu qatë pjesën e diskutimit që e ka pas brenda kuvendit, edhe u shfrytzu pozita e zotit Deharit për me kërku ose për me pas kaos brenda vendit. Unë kom ndje keqardhje, me gjithë respektin për të kaluarën e familjes Dehari, kom ndje keqardhje, edhe në një moment u kanë që mu duke si kur ma shumë unë po kam ndjeshmëri ndaj zotrit Deharit, se sa vetë partia e tyre. Për shkak që në moshën që e ka, edhe presionin që e ka pas, u kanë shumë i madh, po shoqër që ka përfundu, po prapë jemi të kalu me një krizë tjetër që... Saksisht me që jemi në fund deputete dhe çështja mu po më vjen këgja mirë edhe po nina ma rehat me që na nuk u fokusum vetëm tek përditshmëria politike dhe politika ditore në përgjithësi, me që po besoj dhe supozoj që edhe qytetarët kanë nisë me u lodhë për kësaj situate, po gjithsesi është temë që s'muj me injoru, ajo që po ndodh tash dhe me për zgjedhjen e presidentit. Së fundmi u mbajt seanca dhe u pa në një farë forme që atë që gjykata e tha për një afat shtesë që më falni që duhet me gjetë kompromisin dhe me pas një lloj vullneti për me bashkëpunu, ajo u shpërbë mbrana një dite që ishte seanca e të ejtës dhe premtës nëse nuk ka bëj. Dhe prej aty, tash na si qytetarë veç nisem me marrë një sinjal që nuk ka shumë shtigje, le ta themi, ose nuk ka një shteg për zgjedhjen e presidentit apo presidentes dhe polarizimi vazhdon, që në kupton që vazhdon edhe kriza, edhe ngërçi, edhe gjithçka që ka të bëjë me amullin dhe mjekllën e krijuar tash një vit e më shumë. Në aspektin demokratik, secila parti varet do të thotë
përgjegjësia e tyre karshi edhe pushtetit që e kanë. Në këtë rast, unë e cilësoj që me një pushtet të jashtëzakonshëm që populli ja ka dhënë vetëvendosjes, këta e kanë përgjegjësinë e plotë për me marrë iniciativa edhe hapa, për me mujt me qëndru, me kriju një farë qeverie, një farë hapësire ma të rehatshme për Kosovën tonë. Edhe çka kom pa deri tash është që asnjë hap nuk ka qenë serioz. Se çka unë po friksona është që sikur janë të e po pak a shumë mundësinë që ndashta po dojnë edhe halo ma shumë u zgjeru. Pse është e nevojshme për një parti që ka një numër të konsiderueshëm të deputetëve, ka kryeministrin, pse është e nevojshme me qëndru stoik karshi idesë që ta kenë edhe presidentin. Unë besoj që qoftë edhe nëse PDK-ja do të ishte në pozitën e njëjtë, prap do të thoja njëjtë se nuk është demokratike ideja që një parti me pas pushtet të plotë. Sepse atëherë është e pamundshme gati me kontrollu se çfarë do të bëj. Edhe ideja që na jemi shtet demokratik, do të kupton që duhet mi baraspeshu pak edhe këto pozitat në atë formë që me ecë karshi një kritikë të mirëfillt përpara. Po në fakt deputete shumë shkurt se kjo po duket që është një lojë e radhës prej zotit Kurti, politike, kuptohet, që fajin sepse në 2025 ishte targeti më shumë LDK-ja për mos bashkëpunimin në kuptimin e qeverisjes dhe tash në mos bashkëpunimin në kuptimin e zgjedhjes së presidentit as presidentes, po vihet një target i ri që është PDK-ja. Dhe po duket që po shkojmë ditë një narrativi që thotë që ne i ofrum bashkëpunim PDK-s, po ajo nuk deshti. Unë kisha dashur që qytetarët në bazat e tyre ditore më mundu pak me analizu edhe me pas një mendim kritik karshi ngjarjeve që po ndodhin në Kosovë. Tash sigurisht që kjo është pak a shumë perceptimi që ti do me deliku një farë forme të popullit dhe me thonë që nuk ma kanë mundësu mu për me ecë përpara, siç ka ndodhur në herën e kaluar dhe i ka një farë forme ka arrit për me shit mendimin e tij te populli që neve nuk na kanë leju, edhe një diçka që funksionon te populli jonë është momentin kur dikujt një farë forme i duket sikur pi u bëhet e padrejt, na e kemi pak zemrën e madhe edhe mundohemi me kalu më shumë taj person. Besoj kështu funksionojnë, dëmshurinë e kemi. Që unë s'kisha pas qef në këtë momente politike, çdo person ja kisha rekomandu me ka mënyrë objektive. S'ka rëndësi cilin parti e vlerësojnë ose i pëlqen, thjesht me pas mendim kritik karshi ngjarjeve. Edhe mënyra që po vazhdon, unë prapë po e ceki, nëse secili lexon pak edhe me pa në aspektin se çish funksionon një shtet demokratik, nën kupton që personi që ka ma shumë pushtet e ka përgjegjësinë e plotë. Edhe unë po habitem pse vetëvendosja deri tash nuk e ka marrë një veprim pak më serioz, edhe me dalë me fakte, për shembull, pse jo me pas një diskutim publik me kryetarët e partive, edhe mos me qenë diskutimi i mbyllur. Le të jetë një diskutim i hapur i një marrëveshje politike, edhe le të dinë krejt populli se çfarë po ndodh realisht, edhe pastaj ata mundën me analizu vetë se kush është problemi që po tenton me dërgu vendin në zgjedhje. Kështu që unë është kjo pak a shumë që shesha, po megjithatë, çka edhe vlerësoj, është që unë shoh vetëvendosje me veprimet e fundit, në përgjithësi ka fillu hapat drejt zgjedhjeve. Fakti i pagës së 13, unë mendoj që po unë për shembull paga e 13, unë besoj që do të ishte shumë më mirë nëse do të ndodhte dikur më vonë. Dikun afër 70 milion euro i ka qenë totali që ka shku për pagat e 13-ta, në qoftë se analizon në pjesën e përparë që diskutuam dokumentimi i historisë, çka nëse këto do të alokoheshin karshi dokumentimit edhe krijimit të një muzeu, do të ishte edhe më e favorshme edhe më vlerë për krejt Kosovën. Edhe do të ishte një projekt madhor që në të njëjtën kohë të bën të mirë vendit tënd. Po mënyra se si po veprohet deri tash, domethënë mendimi jam është të shku që përgatitjet janë për zgjedhje, e fatkeqësisht jo për zgjidhje. Deputeti Jashari, unë shumë qef kisha dashur me vazhdu bisedën me që të paktën perceptimi jam ishte shumë bisedë kështu produktive dhe rrjedhshme, po kaq e patëm kohën për sot, unë shpresoj që t'ja nisim të paktën me menun drejt zgjidhjeve, jo zgjedhjeve vazhdimisht, edhe te kalimit të krizave,
dhe që në të ardhmen gjeneratat e re të politikanëve të na krijojnë një lloj ideje që politika është përgjegjësi e jo veç me thonë përthithje e privilegjeve. Unë isha shumë i nderuar që ishe mysafir. Shikus të dashtun, kaq për rrëfimet dhe diskutimet e sotshme, shihemi në shtegun tjetër.